Kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës pas arrestimit të Erion Veliajt Anuel Aristani ka shkarkuar nënkryetaren Sara Goxhaj dhe sekretarin e përgjithshëm Alban Dokushin. Çdo gjë është formalizuar me një urdhër të datës 20 mars të këtij viti, përmes së cilit Aristani, që firmos në cilësinë e zëvendës kryetare së Bashkisë Tiranë, sanksionon ndërprerjen e marrëdhënieve financiare për zonjën Goxhaj brenda datës 21 mars 2025. Për një hollësi që duket se ka rëndësi në këtë rast, Aristani firmosi së zëvendës kryetare në mungesë dhe me urdhër largimin e Goxhajt që mban detyrën e nënkryetare së përkohshme të bashkisë, që do të thotë se ky urdhër i formuluar dhe sigluar në këtë mënyrë nënkupton se ka nga pas vullnetin dhe delegimin nga kryetari Erion Veliaj. Duket qartë që vendimi është marrë në urgjencën e krijuar nga kaosi provokuar nga një vendim i Veliajt, njoftuar përmes mediave sociale për shkarkimin e Aristanit si kryetare të komanduar dhe zëvendësimin e saj me nënkryetaren Sara Goxhaj. Pasi në media dolën informacione se për të bllokuar këtë procedurë kishte ndërhyrë personalisht kryeministri Rama, Veliaj doli sërish për të sqaruar se ndryshimet në bashki kishin ndodhur nga një keqkuptim dhe mungesë informacioni. Me një urdhër të dytë, Anuel Aristani mbeti në detyrë dhe sot veproi për ta mbyllur një herë mirë situatën e krijuar. Duhet thënë se deri më tani nuk ka një urdhër të ri të Veliajt për shkarkimin e Goxhajt, që është bërë përmes delegimit, çka ngre dyshimet se tensionet e përfolura një ditë më parë janë reale. Po këtë të premte, Aristani konfirmoi shkarkimin edhe të sekretarit të përgjithshëm Alban Dokushi, duke shtuar mbi këtë urdhra një prononcim të vetin përmes së cilit njoftonte publikun se në bashki nuk ka asnjë krizë funksionaliteti. Një mesazh pati edhe për mbështetësit e Veliajt në bashki. Kryetari dje ju a njoftoi vetë nëpërmjet kanaleve të veta anullimin e urdhrit të parë. Të gjitha këto janë në protokoll, kështu që ka data të sakta. Unë drejtoj një institucion. Institucioni udhëhiqet mbi bazë të rregulloreve, mbi bazë të legjislacionit dhe unë mbaj përgjegjësi për këto. Kështu që çdo lëvizje apo qarkullim stafit bëhet mbi bazë të këtyre dy parimeve. Nuk ka asnjë krizë funksionale në Bashkinë e Tiranës. Puna vazhdon me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin energji. Por sipas nënkryetarit të Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike Dorian Teliti, aktet në bashkinë e kryeqytetit kanë dalë nga shinat e ligjshmërisë. Sipas tij, në bashkinë e Tiranës ka një betejë për pushtet mes Veliajt dhe Ramës. Luftë për pushtet, kjo po ndodh në godinën e Bashkisë Tiranës. Ish kryetari i Bashkisë Veliaj është në qeverisë e burgut të Durrësit. Dhe dim shumë që do zgjaset jo për disa javë, po jo për disa muaj, por për disa vite, do përballet me sistemin e drejtësisë dhe do vuajë dënimin për gjithë ato gabime që ka kryer. Tashmë vetëm një autoritet do të mblidhej, që ishte autoriteti i Këshillit Bashkiak të Tiranës, i cili me votat e veta, që janë votat që menaxhohen nga Partia Socialiste, realisht se kanë shumicën, të zgjidhte njërin për nënkretarëve për drejtuar punët përkohësisht për 2-3 muaj, derisa të krijoheshin kushtet për zgjedhjet parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë drejtorët e bashkisë sipas tij nuk po firmosin më vendime për shkak se nuk kanë qartësi se kujt duhet i japin llogari. Kam konstatuar një frikë nga ana e tyre, një pushtim të frikës nga ana e tyre për faktin se kujt ekipi do t'i përgjigjeshin. Kush ishin drejtuesit? Ishte Sara Goxhaj apo ishte Anuel Aristani? Kush ishte sekretari i përgjithshëm? Ishte Enida Halili apo ishte Alban Dokushi? Pra kishim një amulli dhe një situatë skandaloze ku tashmë kanë gjithë stafi i ekzekutiv mesëm dhe i ulët, pra drejtora, shefa sektorit specialista, jo drejtorat përgjithshëm e lartë, por stafi mesëm ekzekutiv dhe i ulët kanë frikë praktikisht të kryen punën e tyre ditore, duke mos i shërbyer hallet dhe problemet që ka Tirana. Kujtojmë që ky nuk është pushtet qendror. Ky është pushtet vendor dhe pushteti vendor ka me punët ditore. Një variant të vetin mbi atë që ka ndodhur ka përcjellë edhe kryedemokrati Sali Berisha, që ka folur për prapaskena. Kompromisi ishte që Erion Veliaj të bënte mea culpa, ta shpallte keq kuptim firmën dhe vendimin, çka tregon që o ja çuan atë Xhebrailin në qelia, se ç'ndodhi me të kush e merr vesh, por Edi Rama vendimin e ka në Ndërkohë Berisha ngre dyshime se rrjetet sociale të Veliajt nuk kontrollohen më prej tij apo njerëz të afërt të tij, por nga kryeministri Rama. Një moment ky që vjen në lidhje të posaçme me mesazh e një ditë më parë të zotit Veliajt, që po përmes këtyre rrjeteve shprehej se kishte shumë mall për zotin Rama.